Mos lejo gjithkan me hi në për dhomat e shtëpis, sidomos në dhomën e të martuarve. Nuk ka nevoj gjitha gratë që vinë të hinë me pa dhomën e dhëndrit apo dhomën e nusës. Nuk ka nevoj, nga se ndoshta gjitha hinë me qëllim të mirë, mjafton një të hinë me qëllim të keq dhe të lënë ndonjë gjë dhe të fut ndonjë gjë. Kujdes të madh, kush ka fejes, kush ka martes, për vetë apo për evladët e vet, për fëmijët e vet, ruju. Po për çfarë arsye? E keqja është tua. Të rit dhe të rejat në fejes apo në martes, kujdesin duhet ta kenë në maksimum, me abdes, me dhikr, me kujdes të madh. Ne u apërcjellim njerëzve nga se ma vonë vijnë pasojat dhe hoxhot çka me botash? Kujdes duhet prej herët, shumë kujdes. A ka njerëz që ta dojnë të mirën? Po, elhamdulillah. A ka njerëz që ta duan të keqen? Po.